Rreth 400 shtetas italian, kryesisht pensionistë, por dhe të vetë punësuar jetojnë aktualisht në qytetin e Vlorës. Çdo të njëjtën në zyrat e emigracionit pranë policisë kufitare. Numri i tyre është i konsiderueshëm, pasi paraqiten për rinovimin e lejeve të qëndrimit. Shumë prej tyre jetojnë prej disa vitesh në qytetin bregdetar dhe rendisin disa nga arsyet pse kanë zgjedhur të vendosen në Vlorë. Edhe pse pranojnë se qirat e banesave janë rritur, ata theksojnë se këtu paguajnë më pak taksa. Një tjetër arsye që përmendin shpesh është ndjenja e sigurisë, duke u shprehur se në Vlorë ndihen më të sigurt se në Itali. Ata gjithashtu pranojnë se të ardhmen e shohin pikërisht në Vlorë dhe në Shqipëri. Dal 2018. Më quajnë Roberto dhe jam këtu prej vitit 2018 kur kam blerë dhe shtëpi. Nuk jetoj vetëm, kam sjell këtu edhe maman time që është pensioniste. Kam leje qëndrimi në kohë të papërcaktuar dhe për këtë jam mjaft i kënaqur. Kam zgjedhur të jetoj këtu sepse Italia është bërë e vështirë për të jetuar. Mbi të gjitha për sigurinë, ndihem më i qetë në Vlorë. Unë punoj si agent immobiliar, e bëja në Itali dhe tashmë ushtroj edhe në qytetin e Vlorës. Io sono agente immobiliare, lo facevo in Italia e continuo a farlo anche qui. Italia, Varese, vicino a Milano. Unë jam nga Varese, afër Milanos, më quajnë Marko. Në muajin prill bëj gati 2 vjet këtu. Fillimisht isha në pension të përkohshëm, tani në pension të plot. Para 3 vitesh erdha fillimisht në Durrës dhe më pasaj në Vlorë. Më pëlqeu këtu në qytetin tuaj dhe vendosa të jetoj. Mbi të gjitha për sigurinë. Këtu mund të shëtisësh edhe gjatë natës dhe unë shoh edhe të rinj që lëvizin pa problem. Në Itali është frikë edhe gjatë ditës. Pastaj taksat dhe ana fiskale. Në Itali nuk përballohet. Paguan më pak edhe për ushqim këtu në Vlorë. Dakor, qirat po rritin kohët e fundit, por nuk paguajmë taksa. Është më përballueshme jetesa këtu. Kam gruan në Itali dhe shpresoj të më bashkohet sa më shpejt. Sono da solo. Giorgio Fontana. Toscana. Mua më quajnë Giorgio dhe jam nga zona e Toskanës, tu kam gati 4 vjet, jam në pension. Teksa kam kaq vite, natyrisht më pëlqen dhe jam si në shtëpinë time. Çmimet këtu janë më mirë. Ajo që ndryshon më pak lidhet me faktin e shëndetësisë. Për të tjerat gjithçka është okay dhe jam i kënaqur, ndërsa ndihem edhe shumë herë më i sigurt këtu. Të ardhmen e mendojnë në qytetin e Vlorës. Ajo që shpresoj të ndryshojë është koha e lejeve të qëndrimit. Ti jepen më shumë se një vit. Perché se no ogni anno devi venire qua a fare tutte le pratiche, no? Sipas informacioneve nga zyra e emigracionit, numri i shtetasve italian në Vlorë ka ardhur në rritje vitet e fundit. Shumë prej tyre janë pensionistë, por ka dhe nga ata që janë vetë punësuar, si për shembull agent imobiliar. Një pjesë e tyre madje kanë blerë dhe banesa në qytetin bregdetar.